Diplomati dhe ish ndihmësi i sekretarit të shtetit të SBA-s Philip Ricker ka dhënë një paralajmërim të fortë në Beograd për të ardhmen e angazhimit amerikan në Ballkan, duke folur për forumin e iniciativës Pupin. Ricker është shprehur se Washingtoni nuk do të ketë më të njëjtin ndikim në rajon siç ka pasur në 3 dekadat e fundit. Duhet të kuptohet se kjo është një pikë tranzicioni dhe se SBA-ja nuk do të angazhohet drejt për drejt si në 30 vjetët e fundit, u shpreh Ricker, duke cilësuar situatën si një ndryshim të madh në qasjen gjeopolitike amerikane ndaj Ballkanit. Ballkani ishte një nga çështjet më të rëndësishme në politikën e jashtme amerikane para 30 vjetëve pas Daytonit. Ballkani dominoi lajmet dhe ishte pjesë kyçe e politikës së jashtme amerikane, tha ai. Por tashmë shton Ricker, rajoni e sheh veten shumë më të rëndësishëm se sa është realisht. Ai paralajmëroi gjithashtu se Ballkani është bërë terren për lojtarët e tjerë global që kërkojnë të zgjerojnë ndikimin e tyre në rajon. Rajoni është terren për fuqitë e tjera që do të përpiqen të përhapin ndikimin. Në të njëjtin forum, zërat u bashkuan. George Friedman, themeluesi i organizatës së ardhmja gjeopolitike, deklaroi se SBA-ja nuk është përgjegjëse për gjithë botën. Ata nuk po e lënë atë, por po tërhiqen, tha Friedman. Ai shtoi se nëse nuk do të ishte Donald Trump, çdo president tjetër do të kishte ndjekur të njëjtin drejtim strategjik për uljen e ekspozimit global. Bota ka ndryshuar ashtu si edhe ju. Ne nuk jemi përgjegjës për të gjithë botën. Ju për vendin tuaj, gjermanët për Gjermaninë, ne për veten tonë.